si do ta bëni transparencën institucionale kur dihet që Bukovina radhitet në raportet ndërkombëtare, radhitet e fundit sa i përket transparencës? Është e vërtet. Është e vërtet, më ka rënë si edhe mua kjo. Ne e planifikojmë transparencë institucionale duke përfshirë qytetarët në vendimmarrje, në planifikim të buxhetit, Për shembull, do ta publikoni çdo tender, çdo pagesë, çdo projekt në vefaqen e komunës? Është e vërtet se kjo është edhe një ndër dobësitë momentale që ekzistojnë në kuadër të komunës, se vefaqja e komunës nuk funksionon hiç. Neve buxhetin, projektet, urdhrat, vendimmarrjet do të bëhen transparente në vefaqe. Plus planifikojmë që çdo pagesë mundësisht bëhet me bakor online. Tjetër që planifikojmë në fazën në kuadër të transparencës, mbajtja e seancave të këshillit të jetë online. Është për herë të parë kjo? Është si premtim domethënë që Po. Okej. Piles planifikojmë edhe llogaridhënie në fund vit për Domethënë, për herë të parë në qoftë se zgjidheni kryetar komune, banorët do t'i shohin seancat e komunës online. Po. Mendoj se është shumë e thjeshtë për kohën e sotme, vetëm vullnet.